Përpara mbrojtjen nga sëmundje seksuale të transmetueshme qysh në adoleshencë ka një interesim të shtuar në Sarand. Marta Doda, kryeinfermiere në qendrën spitalore të qytetit Bregdetar, thotë se deri para një viti vaksina HPV merrej nga jashtë shtetit dhe bëhej në këtë qendër, ndërsa prej një viti aplikimi i saj falas për vajza dhe djemë të grup moshës 13-14 vjeç bëhet këtu. Tani nuk ka shumë kohë që HPV-ja ka filluar aplikimin këtu në Shqipëri. Përpara, prindrit ishin të interesuar që ta bënin HPV-n, e blenin jashtë, e aplikonin tek vajzat, sidomos tek vajzat 13-14 vjeçe. Ajo është mosha që kryhet vaksina HPV-s. Në këto momente që flasim, kemi një vit që ka vazhduar aplikimi HPV-s tek vajzat, dhe që nga janari ka filluar aplikimi i HPV-s tek çunat. Ne shikojmë interes të prindërve që i sjellin, bëjnë vaksinat, po jo të gjithë janë të interesuar. Sipas kryeinfermieres, vaksinimi ka pasur ecuri të mirë, por ka dhe mentalitete penguese. Doda thotë se për të thyer qëndrimet refuzuese dhe mungesën e bazës së tyre shkencore, u është dashur që të dalin nga dyert e spitalit dhe të bëjnë shpjegimet e nevojshme me takime në shkolla, si dhe për vaksinën HPV apo ato të Ne kemi bërë dhe takime në për shkolla, jo vetëm për vaksinën e HPV-s, po dhe për fruthin, që shumë prind po e refuzojnë. Viti 2026 përmban kalendar vaksinimi për HPV-n dhe se atë mund ta bëj edhe mosha përtej 13-14 vjeç, përfshirë 21-22 vjeçarët. Është e moshës kjo, në moshën 14 vjeç do vaksinon të gjithë si femrat dhe meshkujt. Të gjithë do vaksinohen në këtë moshë. Po, mund ta bëjnë edhe moshat më të mëdha. 20, deri 20, 21, 22 nuk ka ne. Përpara ishte vetëm 14-15 vjeç, tani bëhen edhe mosha më të mëdha se. Nis nga mosha 13 është në kalendarin e vaksinimit, është futur në kalendarin e vaksinimit këtu, që është vaksin që duhet bërë me patjetër. Informacioni shkencor shpjegon se vaksinimi në moshë të re është më i efektshëm dhe garanton mbrojtje më të lartë përpara infektimit të mundshëm nga virusi HPV.